e bo në rrjetet sociale? Impakti ose feedbacku i njerëzve? Unë edhe para se me konë kjo puna influencerit ose edhe me shit ose mu pagu për këtë punë, unë e kom bo gjithë, kom pas qef me nda sende që i bëj, nëse vish një person e motivoj me bo diçka të mirë, se tash më marim që Evropë është në sendi mirë, jo për gjithë, po për shumicën. Unë bile bashkë tash kesh në një event me disa influencera dhe më thamë, po dush me postu shumë ma shumë, ti mundesh me postu shumë ma shumë, unë e pak ja pritoj. Kisha mujtë ndoshta me postu edhe shumë ma shumë, po qatë sa mbri me bo, me qëto kapacitetet që i kam, unë e mendoj edhe vetë kur jom konë pozitën, sidomos kur jom konë ma e re, ose në një pozitë që jom konë ma përtocë, dhe kom pa dikon që jo dole, ajo të vyr një person ndoshta që adin që you look up to, edhe mendoj që unë momentalisht e bëj që ato. Mu më shkrujnë vazhdimisht që për shkak tondin kur të shoh ty, po qona dhe unë me nxez, sepse unë e di që ka influencera në krejt botën, ka njerëz, ka dhe sportista profesionist, po ata ti nuk e gjen veten me ta, se ata e kanë profesion, ose nuk e gjen veten me dikon që jeton s'po din Zvicër, se nuk është konteksti njëjtë, ndërsa kur e sheh një vajzë nga Kosova, nga Prishtina, që del nga Ermia dhe ti ndoshta thosh, okay, edhe unë muj, se edhe unë jam jetoj që tu edhe muj me bo, atëherë ndoshta është ma lehtë për me gjetë veten të qaj person edhe mu motivu. Edhe normal, ndina mirë, jo që asë se ja kom bërgj, unë mi qit, asë tjerë s'ma kanë bërgj mu me më thonë faleminderit ose bravo, po mendoj që si komunitet është mirë me ndoha sende pozitive të mira dhe po më duna në A ka ndodhë me të shkru dikush edhe me të thonë, hej, a mu e dhonë një ditë marrë me ty ose të shka? Po, ka ndodhë edhe na kemi grupi është i hapun për gjithë, mirë, po grupi jonë është pak, po du me thonë ma profesionist, po na jemi pak ndoshta një grup që kemi një ritëm